Përshëndetje Hoxh, a bën ndaj rrugje për fëmijë për gjumë dhe mi qetësu se shumë me nerva janë dhe shumë agresiv? Faleminderit nga ti, Allahu të rujt. Përshëndetje, elu Zotin e gjatësisë që t'ju ruaj ju edhe fëmijët tuaj. Para se të flenë gjumë, lexoja ajetin Kursi. Këtë, lexoja fëmijës ose fëmijëve. Po ashtu 3 suret e fundit të Kur'anit. Lexoja nga 3 herë. Dhe gjë tjetër që të keni parasysh është edhe një lutje që profeti alayhis salam e bënte për 2 niprit e tij, Hasanin dhe Husejnin. U'idhukuma bi kalimatillahi tamme min kulli shaytanin wahamme wa min kulli aynin lamme. Boje edhe këtë lutje. Dhe duhet kesh parasysh që këtë lutje e bënte edhe profeti i Zotit Ibrahimi alayhis salam për 2 djemtë e tij, Ismailin dhe Ishakun alayhimas salam. Prandaj unë këshilloj çdo nën pra që t'ja lexoj fëmijëve të saj ajetin Kursi, t'ja lexoj 3 suret e fundit të Kur'anit, po ashtu edhe këtë lutje. Zoti ju rujt.